Përshëndetje. Pacha e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq që në mban botës, mirë se na keni ardhur. Imam Ali alayhis salam thot një tjetër diçka. Dashuria e Zotit është zjarr që djeg atë atë njeri që bie në të dhe drita e Zotit ndez gjithçka që shkëlqen. Ta përsërisim edhe një herë për inati. Hajde edhe një herë që e vej Imam Alia që ka thënë, o Zoti. Hajde. Adrian Kotrelin dëgjoj edhe shkruaj që servis nuk mi pëlqen. Çka janë këto Hajde bëni like, bëni share, hajde të shohi e të na ndjekin edhe të tjerët. Kemi me fol biseda të mira, një nga një. Dashuria e Zotit është zjarr që djeg atë që bie në të. Pra unë kur jam dashurun, ty jam djeg si zjarr, si ajo flutra, krejt me kri, me krejta. Përzita është dashuria e Zotit, është përzime dashurin njerëzore. Ama ajo ka qenë dashuria e Zotit që mu më ka djeg për ty. Gjithmonë një kanë të shtu. Kanë lyp 3-4 veta, po 3-4 vetat kanë lyp, po unë të ku marr. Pse? Ti ku marr fru kushtet më të mira. Drita e Zotit ndez gjithçka që shkëlqen. Edhe një nga Rumi. Apo vazhdojmë, a jeni këtu? Po thot, çfarë do që të them dashurin për ta shpjeguar, ndaj dashurisë së vërtet mbetem i turpëruar. Pra çfarë do që të them dashurin për ta shpjeguar. Pra njeri tenton me shpjegu dashurin, po veç turpërohet, jo kështu është, jo ashtu është. Ti e qafiri madh. Blok, Adrian, që të kush i fol fjallën qafir se ka vendin këtu, se me merë gjunahet, se po mëdhimet. Pejgamberi, sallallahu alaihi wa ali ka thonë, kur dikush i thot dikujve qafir, e pa besimtar, e ajë ndoshta ajë dikushi nuk është pa besimtar, beson në Zotin, atëherë krejt gjunahet e ati i shkojnë te aji që i thot tjetrit qafir. Prandaj, mos t'i mushim me gjunahe, se na jemi musliman, na jemi besimtar, nuk jemi qafira kërkush. Kush thot qafir me njëherë, bloka, jo mjute. Edhe që to janë farat CHI, që ashtu shkrun, CHI. Farat CHI mundeni mi ble në për markete, shikoni. Që qëtë forme kanë, edhe kur jeni ma të plokshtum, ose kur keni harxhu shumë energji, kalori, e merë një gotë ujë, normal, edhe një copë limon me pas pos harova me marë, s'ka dert, edhe e lajmë këto një 20 minuta qështu, e pastaj këto farat bëmehen, edhe këto janë qaq të mira me dhënë energji kush ka plokshti, kjo e qanë njerin në kam. E kështu pra, tash po presim në 20 minuta. Vazhdojmë. Dashuria zgjon fuqit më të mëdha në shpirtin e njeriut. Dashuria zgjon fuqit më të mëdha në shpirtin e njeriut. Bravo. Një tjetër prej Ibn Skender, thot, ky Skenderbegi koka, dashuria kudo është dhimbje dhe vuajtje. Dashuria është kudo dhimbje dhe vuajtje. Shumë bukur. David, ju do t'jeni pas Luanit. Davidi është pas Luanit. Okay? Bernard Shaw, edhe njerë të lutëm, zemër të kam. Dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallallëk dhe shumë kuriozitet. Koko që kjo për mu, koka. Dashuria e parë. Budallallëk. Dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallallëk dhe shumë kuriozitet. Sabina, mos u kesh, që kjo jëm kanon veç para. Sa vjetë jemi bashkë, Luan? 20. 20. Shtator. Bravo me? 4 shtator. 4 shtator. Dashuria nuk është të shohim njëri tjetrin në sy, por të shohim të dy në të njëjtin drejtim. Pra dashuria nuk është të shohim njëri tjetrin në sy, por bashkarisht me ato sytë e bukura që i ke, me pa në një drejtim. Shumë e vështira.
Ja, nuk është. Kush e ka thënë këto pash zot? Exoperi. Ku ka Është një thënë? filozof. Zejni, Ade- kush binde? Ngo tash Platoni, shka po Platoni Hajde da këshim është Platoni. Platoni është çka po di. E tash kështu. Dashuria është e vetmja sëmundje. Dashuria është e vetmja sëmundje nga e cila i sëmuri ndjen kënaqësi. Allah. Prandaj, vetëm pak, Luani, gëzim, nuk tu nuk na jemi të folë edhe për dashurin, këthe nuk ka Muhamedi, në dashurin si solucion, si emër, si komponent, në përgjithësi, nuk është dashuria burrit edhe gruas apo të dashurit të dashës, po që për shembull, që të fundit, ajde edhe një herë, thoje, Luan, të fundit, Dashuria edhe është- që është për Zotin. Dashuria është e vetmja sëmundje nga e cila i sëmuri ndjen kënaqësi. A peshe, kur të smuesh me dashurinë e Allahut, çka do me të qu të lashen këtë jetë, ti je razi. Aleikum selam motra Zeynep. Më Luani. Ade edhe një, dy, tre, boni sabër. Shileri thot, Aha, qërin njoni që ka thënë Samir, bravo! Dashuria është kur merresh vesh vetëm me sy. Vetëm merresh vesh edhe njerë. Si bora, zonja që kam duket, s'është me nësi, nga Deutschland, dashuria është kur merresh vesh hiq pa fol. That's it. Shumë e bukur. o dashuri, Hajde shkruni edhe ju diçka për dashurin, hajde. o dashuri. Ti thuj urno, o dashuri, Urdhëro. sa e bukur dhe e shkurtër je. Ile. Po shkurt se ti, për shembull kur jemi kon të fejuma, den. Rishim 4-5 orë, more kur kaloj kur u bo 5 ora, ma. Qu Shkojshin se du t'ja shku të shpia se më thonë dherin të qu. More prit. Qarë. Qu patim kafën se po shkojmë të shpia. Vaca Luan është tu e shpreh dashurin që se ka shpreh para 4 vjetëve, po i rreh 14 vjetë, zemra TikTok. Jo të Vaca Luan, qa që mire ka shpreh dashurin, sa që dhe me këngë ma ka këndu. Ajde Luan, këngën e dashuris ma këndu. thonë të lutëm bëhugati se do të vi unë pas teje, hape moj dolapin, zgjedhe ti fustanin më të mirë. Nëse nëna nuk lejon, atër gjej veç të eksidi. Mos unë gut mos u shpejto, prit, gjersa gjumin e ka plon. E tjera. Edhe një është shumë e bukur e lezet. Okej, vetëm pak, zotri Luani, se kemi një frazë, një thënie shumë të bukur nga nonemi. Dashuria është e vetmja fjalë, po ja gjete arsyen pse je dashuruar, vetëm dashuri nuk është. Ua, tra filozofi. Vetëm dashuri, pse je dashuruar, vetëm dashuri nuk është. Po që ato për të thëmë parësit që thamë, dashuria e parë nuk është gjë tjetër veç se pak budallalëk dhe shumë kuriozitet. Nonem, shumë e bukur kjo, shumë e bukur. Kur ja gjen, do me thënë, e kuriozitet, po pra, kur ja gjen pse je dashuru, po pse jemi dashuru? Mendo pak, pse jemi dashuru? Ky Mad Max, po të mes juve dyve, ka një nur dhe dritë të regon e receptin. Thirët, qiltërsia. Nuri vjen vetëm prej zemrës edhe mendimeve të pastërta. Në zemrën e njeriut, kur rrin edhe Zoti, edhe urrejtja, Zoti ka thënë, unë e kam vendin të zemra e njeriut. Mos shkoni me lyp të gurë të qabës, pa e gjetë Zotin në zemrën tuaj. Prandaj thot, mos e mbushni zemrën e juaj me dashuri tjera, por kurse si mos e mbushni me urrejtje. Prandaj në momentin kur vendosesh që krejti njerëzit me i dasht, edhe të mirin, edhe të keqin, edhe të shëmtuarin, edhe të bukurin, urrejtja del nga zemra edhe rrin vetëm Zoti.
E kur të rinë vetëm Zoti, thot Zoti, kur e du në robin tim, çka të prek dora jeme, ka me prek dora ti. Çka të sheh syni jem, ka me pa syni ti. Kthe Pra, pak mrapa e që duani Adriani çka ka njerëzit, thonë. i leni dashuri i Zotit, leni vend Zotit në zemrat e juja, e kaq pra. Edhe keni Adrian mish. Kotreli ka thonë, dashuria fillon aty ku u mbaron interesi. Bravo Adrian. No, Adrian, ku mbaron interesi, po çka nëse ka dashuri pa interes? A ka dashuri pa interes? Nuk ka. Që këtë tjetër që ka thot? Jo, ka dashuri pa interes. Çdo send njët që e bon vetëm për hir të Zotit, aty s'ka interes. Se unë për shembull ty nuk të kom marrë për ndaj interesi. Po unë e kom pa që ti e hoq, ke qenë hoq, edhe Jo, dhe jam ende kom diplomën, sa dera. Ende diplomën e ki, po tash po mirësh me bizniset, damlat. Po, paret janë të ombla, e kanë aromën e bukur. Stakfirullah, aroma më qënë alergji. Prandaj, unë e të kom pëlqy pse je një djali miri, hishëm ke qenë, po normal. Jam ende, tash jam ma simpatik. Pse ke kry me dresën, je kemi konë fakultete, jemi dashuru për hir të Zotit. Se kum ditë që nuk pinë alkohole, këndeje, edhe që kjo pra, dashuria me interes që shtatë një dashuria është e vetmja që këni tjetëri, a e thamë të. Do më thënë, nuk ka dashuri pa interes. E a i këti Davidit jepja një vizit kartë në Dubai në shkon. Jo, Ja jep ky Adriani, se s'u pesho. Ko, Ka dashuri pa interes, qof dashuria e fëmijës, qof dashuria e burrit, qof dashuria ndaj prindërve, faleminderit Isak. Qof dashuria ndaj shtëpisë, të gjitha këto janë dashuri pa interes kur na e dojmë burrin për hir të Zotit. Kur burri e din që gruaja vet gabon, e din që gruaja vet për shembull nuk është krejt okej, por nuk e zbeh dashurin edhe çdo send që e bën për gruan e tij, qoftë edhe e shturur me qenë, apo e kundërta, burri shumë raste nuk e meriton dashurinë e gruas, sepse e ka zbeh, e ka fy, e ka sha, e ka maltretu. Mirë po, gruaja e mirë, me shpresë se do të bëhet më mirë, sepse burri i saj është babai i fëmijëve të saj. Prandaj, gruaja e mirë, edhe një gotë ujë që ja jep burrit, ajo thot, vetëm për hir të Zotit po i bëj hizmet këtij burri. Më ka rënë mend edhe një poezi këvëll. Për ndryshe, nuk e meriton. Shkoj Davidi. Faleminderit Shyret. Je shumë e shkathët, po zemra unë. Ja keni bitis vizëna? Shyretës. Shyret ja ka dhonë vizën Davidit. Ngoni knena. Që edhe një asi, të thash eja. Zemër të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu? Se ti kur vjen, pre asaj dhomës në këtë dhomë, dhim të zemrës shkojnë. Hajde në muzikën të ashe, një moment. Hajde. Të thash eja. Të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj. Po si me ti tregu, e dashura ime? Po si me ti tregu, gruaja ime? Po si me ti treguaj nona e fëmijëve të mi? E zhatë, ja, e prishe. Këto ko me bokat, prej fillimit. Prej fillimit edhe ndja, e prishe ti, mos jashto fjallët e tua. Ato sagron, hajde me mbrojt se pa shanonë komongër dhe akson të që shumë do. Hajde dhe njerë prej fillimit thuje pa intervenimet e tua fantastike. Hajde zemra. Ka me bo kur mund po vjen inspiracioni. E inspirimi të vjen, po edhe të shkon. Hajde. Okay. Të thash eja. Të thash eja, dhim të zemrës ti tregoj.
Po si me t'i tregu, se ti kur vjen, dhimbtë e zemrës shkojnë. Shumë faleminderit zot Luan. Poezinë e burrit tem po i recitoj. Të thash eja, dhimbjet e zemrës ti tregoj, por si të ti tregoj kur ti vjen, dhimbjet e zemrës mua më shkoj. That's it. Faleminderit që na dëgjut. Boll mos e bonëm hakaret se po na bëjnë katë kutë këtu.